Po, Dritan, me Hezbollahun, se paga shumë ka ndodhur edhe lajme në lidhje me faktin që Izraeli po bëhet gati për një ofensiv me trupa toksore në... Po, është e vërtet, Izraeli po bën gati një ofensiv me trupa toksore në Hezbollah, pasi qëllimi i Izraelit është që të arrijë shkatërimin e jugut të Libanit dhe futjen e jugut të Libanit në atë që kanë në atë konceptin mesianik të Izraelit për krijuar Izraelin e madh. Dhe Izraeli marr pa shef çon vajtjen deri në të kufive të Izraelit deri në Beirut. Dhe është bërë gati që të hyjë me forca të mëdha ushtarake, kam grumbulluar 2 divizione në afërsi të kufirit në veri të Izraelit, në afërsi të kufirit me Libanin. Për çdo ditë ka luftime në jug të Libanit, janë në 2 qytete aty. Tir është një qytet i Tir edhe është një qytet tjetër. Për çdo ditë po ka luftime të ashpra midis Hezbollahut dhe forcave speciale të ushtrisë izraelite, luftime që kanë nisur nga dita e 6 e fillimit të kësaj ofensive ndaj Iranit, dhe deri më sot, nga ajo ditë deri më sot Hezbollahu ka shkatëruar Izraelit 28 tanke Merkava në këtë territor. Dhe në ditën që u godit Dimona, pavarësisht se po flitet vetëm për Dimonën, normalisht ajo tërheq më shumë vëmendjen, në të njëjtën në të njëjtën moment që Irani goditi Dimonën, Irani ka lëshuar edhe një grup raketash, janë mbi 12 raketa, të cilat janë lëshuar në veri të Izraelit, duke goditur vend qëndrimin dhe vend grumbullimin e divizioneve izraelite të bëra gati për të hyrë në Iran. Dhe kjo goditje këtij vend qëndrimi dhe këtij vend grumbullimi të këtyre 2 divizioneve izraelite në veri të Izraelit është bërë në bashkëpunim me Hezbollahun, pasi në të njëjtën kohë edhe Hezbollahu ka lëshuar raketa kundër këtyre forcave izraelite në qytet. Dhe ajo çka është bërë, është parë tashmë kanë pranuar izraelitët, mediat izraelite sot në mëngjes e kanë pranuar, përfundimisht e kanë nxjerrë që për herë të parë Hezbollahu ka përdorur parmbrëm dhe mbrëm goditje me dron me raketa, pra ka përdorur dron të cilët kanë hyrë në territorin e Izraelit dhe kanë lëshuar dronët, kanë pasur secili nga 2 raketa dhe kanë lëshuar 2 raketa kundrejt 2 objektivave ushtarak izraelit, dhe sërish dronët pasi kanë bërë këtë goditje janë kthyer. Pra domethënë ky është një kapacitet të cilin Hezbollahu mund ta ketë pasur, por nuk e ka përdorur në luftën e mëparshme ndaj Izraelit. Është hera e parë që kjo po shfaqet. Dritan, ndërkohë pasi e zauruam mozaikun, proksit e të gjitha, me Hormuzin çfarë do të ndodhë, se ky është lajmi që presin të gjithë. Atë Hormuzi është një ngushticë e cila i përket Iranit, sepse është pjesë e gjirit të Persisë. Pra Persia është Irani, mos gënjej mendjen, pra që na ti shife hartat janë gjiri persik. Gjiri persik. Pra, kjo është kjo. Po. Është një ngushticë e cila nuk mund të lirohet, po që se Irani nuk bie dakord që ato lirohet. Pra duhet të funksionojë vetëm në marrëveshje me Iranin. Irani ka gjitha kapacitetet që këtë ngushticë ta kthej të papërdorshme në 2 aspekte. Në aspektin ushtarak, duke bllokuar ngushticën e Hormuzit nëpërmjet këtij presioni ushtarak, në 3 aspekte. Në aspektin të 3 aspektet janë aspekte ushtarake. Pra e para është aspekti ushtarak i bllokimit në këtë mënyrë, pra që ka thënë që kushdo që do kalojë të tojë ne do ta godasim, dhe ata kanë goditur anije çistën që kanë tentuar të kalojnë pa lejen e Iranit. Pra çdo anije ushtarake që do të hyjë aty do të goditet. E dyta mund ta bëjë atë në aspektin ushtarak nëpërmjet minimit, deri tash nuk ka minim, sepse ka funksionim të anijeve. Pra aktualisht anijet të cilat i paguajnë Iranit $2 milion kalojnë. Kjo është, dhe pra në momentin e dyta mund ta bëjnë nëpërmjet minimit, pra arrin ta minojë gjirin e Hormuzit, ngushticën e Hormuzit, dhe në këtë moment kjo bëhet e pakalueshme. Këtë minimit e përdorin ditën një nga arsyet, një nga presionet e mëdha për cilat Trump është tërhequr, thonë, sepse Irani ka kërcënuar. Unë nuk besoj që është ajo, minimi mund të vijë, por dhe e treta është që Irani, në momentet që Irani mbyll të gjitha rafineritë e naftës në gjirin persik. Pra mbyllen rafineritë e naftës në Katar, në Emirate, në Arabi Saudite, në Kuvajt, në Irak. Pra këto nuk funksionojnë më, siç janë mbyllur tashmë që nuk nxjerrin më. Po. Në moment që këto nxjerrin, atëherë gjiri i Hormuzit bëhet i pavlefshëm dhe nuk ke nevojë më ta mbash të mbyllur, sepse ti nuk ços anije të duash, por anijet nuk mund të ngarkohen më me naftë, sepse nuk del naftë atje. Po. Pra ato anije do shkojnë të marrin vetëm ajo naftë që ndodhet nëpër depozita, dhe aktualisht, për shembull siç u tha për nivelin e gazit në rast se Katari tha që në momentin që u mbyll gazi, ajo gazi do 5 vjet që ta risjellin me kapacitetet që ishte. Pra do me thënë që në kapacitetet që ishte 120 milion metër kub në vit, aktualisht do fillojnë me nga 10 milion. Për 10 milion, po një anije ka 20 milion. Pra mund vi një anije, pra një nuk ka më, pra bëhet i pavlefshëm në këtë moment
ngushtica e Hormuzit në momentin që Irani të bllokon të gjithë kapacitetet e naftës në rajon. Pra nuk Pra ka me të treja këto aspekte Irani mund ta bllokojë pa problem. Nuk ka aktualisht negociata, Nuk ka negociata, të vetmet që kalojnë thash janë dhe çfarë ka bërë? Do të kemi një parasysh, Irani po përdor të njëjtën strategji që ka përdorur perëndimi në shekuj. Perëndimi në shekuj dhe e pari që ka përdorur të asgjin për çaj sundo. Strategjia për çaj sundo, anglezët janë mjeshtra në përdorimin e strategjisë për çaj sundo. Pra perandoria angleze është mjeshtërore në këtë aspekt. Pas rënies së perandorisë angleze, e kanë përdorur edhe amerikanët me shumicë për çaj sundo. Pra duke përësi që kanë përçarë arabët, pra si shifni arabët i kanë ndarë në shtete, arabët kanë qenë një. Dhe i ndanë në kufi duke krijuar idenë e nacionalizmit, në njëjtën gjë që po bëjnë me Shqipërinë dhe shqiptarët. Pra po krijuar shteti shqiptar, kanë krijuar edhe shtetin Kosovë dhe i thonë juve jeni kosovar. Pra kjo është për çaj sundo, që shqiptarët mos bëjnë asnjëherë bashk, se po bën bashk Greqia dhe Serbia nuk pinë ujë në këtë Ballkan, pasi Ballkani është i gjithë i shqiptarëve. Nuk është sepse edhe Greqia që pretendon që janë shqiptar, që janë grek, nuk janë grek. 4 milionë e gjys janë arvanitas, janë shqiptar. Pra mbaron kjo punë. Por ama ti duke i quajtur arvanitasit grek, duke i quajtur shqiptarët Kosovë kosovar dhe këtu shqiptar, kjo është strategjia e përçarjes. E njëjta gjë ka ndodhur edhe këtu. Tashmë çfarë ka bërë? Këtë strategji të përçarjes, Irani po e kthen mbrapsht dhe deri më sot e kanë përdorur perandorit. Perandoria angleze, perandoria amerikane, perandoria evropiane. Tashmë Irani po e përdor këtë kundër këtyre perandorive dhe po bën bisedime dhe marrëveshje direkt me shtetet të caktuara, thotë kushdo që të kalojë anijen, paguan $2 milion. Pra tashmë shtetet e caktuara nuk po funksionojnë më, kanë vendosur që të funksionojnë për interesa të tyre direkte shtetërore, duke dalë jashtë interesit të përgjithshëm perandorak. Pra, për ça dhe sundo, pra, kjo do thotë që kjo perandoria që i ka pasur gjithë këto shtetet brenda. Aktualisht monopolin e aktualisht tashmë këto shtetet po i shkëputen perandorisë në këtë aspekt, pra Irani duke përdorur në rivers atë strategji që me shekuj perëndimi e ka përdorur kundër të tjerëve, përfshi edhe neve.